ka kapacitete opozita tjera, mërsa njerëz tjerë që mund të jenë kryetar grupi ose nën kryetar kuvendi ose me promovuar e një, dhe ajo që vura re më shumë dhe kjo këtu duhet ngacmoj është që të gjithë ta ishin listë mbyllur. Asnjë nuk është zgjedhur nga lista hapur për këto pozicione. Çfarë për të nga unë dëshirë? Duj përgjigje, duj koment. Si e shikon këtë lëvizje të mos lëvizjes? Se lëvizja që nuk lëviz, më thënë, si ka mundësi që unë e di dhe përgjigjen tënde, pasi do them unë përgjigjen time, që do më thush që unë jam fatalist. Po mirë, unë atë do ta them prapë, nëse ti më përgjigje fataliste, unë do ta them se tani ne njerëzit po na ndjekin, nuk i japim fare shpresë, ti themi zi. Po çfarë pret nga unë vëlla? Po pres që të më thushi mendim, por si e pe këtë lëvizje të PD-s? Ç'mendove për këtë? A prisje në gjë tjetër? Është të mërshme, unë prisja grevurie, vëlla. Në parlament. Në parlament. Qartë. Grevurie. Futu në parlament, mos u ul atje, hap çadrën, pa buk, pa ujë. Sepse ne duhet të rekuperojmë 250.000 veta që nuk na ndjekin, vëlla. Po, që na mungojnë. po. Si do jem unë shpres plot duke parë Agron Gjerkmargaj nën kryetar parlamenti? Kush është Agron Gjerkmargaj për Partinë Demokratike? Qa personifikon këtë tipi? Së marrë vesh unë, qa personifikon, qa kontributesh ka dhënë këtë Partinë Demokratike? Vetëm ka marrë nga Partia Demokratike. Nuk ka dhënë Partinë Demokratike. Po pse nuk bëhet një votim i saktë brenda partisë, si ta shikoj se cili vlerën e vet. Mos të kem fuqi me ndërhyj vëlla. Pse nuk bëhet pra? Sepse bie establishmenti më. Sepse një establishment bëhet agresiv vetëm në momentin që është i kalbur.